Përshëndetje, kemi këtu me parashikimin e datës 29 maj të 2025. Duket se është një ditë mjaft e rëndësishme, është një ditë ku vjet pikën mbi, vjen gjërat në vijë dhe arrini aty ku dëshironi juve. Gjithashtu ka të bëjë shumë sepse kemi dy trekëndshë, një i pari që është dielli me hënën që bën në orën 12:30, kemi Mërkurin me Saturnin në orën 17:10, ku do të thotë çfarë këto trekëndshë dhe çfarë ndikohen tek neve, atëherë na jep mundësinë dhe bllokon negativitetin dhe jep rezultate të pozitivitetit. Është një mundësi shumë e artë nëse doni të nisni diçka të re, të bëni takime, bisedime, ndryshime nëse do të dëshironi, sepse koha ka treguar që është domosdoshme një ndryshim, një marrje vendimi të rëndësishëm në kohën e dur, dhe kjo bën që juve të jeni mjaft vigjilent në atë që kërkoni dhe shumë të ndikuar nga puna juaj. Kjo ditë sjell surpriza, gjëra të paparashikuara, dhe është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që do të keni tani tutje. Kjo duket se përfitojnë shumë shenjat fikse. Po cilët janë shenjat fikse? Atëherë shenjat fikse janë Demi, Luani, Akrepi, Ujori të ditës së tretë. Dhe kjo do të thotë që është një mundësi e artë për sa i përket çështjeve madhore, siç janë ligjet, siç janë gjyqjet apo blerjet. Pra ka diçka shumë mirë këtu, mund të stabilizoni gjëra të tilla dhe kjo është një moment mjaft i mirë në anën tuaj. Prandaj mund ta shfrytëzoni për të mirë ditën e sotme, sepse kjo ditë nuk vjen gjithmonë dhe është një mundësi. Dita e njëjtë do të thotë dita e vendimeve të mëdha, sepse ka bën ditën e ndikimit të madh dhe pse jo. Jupiteri është tani në fatin e zgjerimit, por dita e njëjtë është dita e Jupiterit dhe jep mundësi në këto drejtime. Meqense juve keni të gjitha mundësitë dhe mund të stabilizoni gjërat që juve keni për të vendosur, keni për rregulluar dhe stabilizuar. Megjithatë, tani për tani është një moment shumë i mirë, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse mund të keni pasur debate në fushën e punës, në fushën e partneriteteve, por do t'i zgjidhni tani në këtë ditë. Prandaj është një ditë e veçantë, quhet e veçantë në llojin e vet për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj dhe të mundësive të reja. Për sa i përket në lidhje me disa ndarje që keni pasur ose probleme me ligjin, atëherë është momenti juaj tani, sepse gjërat do jenë krejt ndryshe situata, do jetë më e mirë dhe mundësia dhe koha e artë për të marrë vendime.